Thot Ebu Said el-Khudri, siç transmeton për profetit alayhi salatu wassalam. Thot, kush agjiron një ditë për hatër të Zotit? Kush agjiron një ditë për hatër të Zotit? Çfarë do thot për hatër të Zotit? Pra, qofse dikush, siç ndodh herë që njerëzit tallë, po, akoma me agjerim ti, po, ke ngel akoma ke muhabetet e pleqve. Akoma me agjerim ti? Po ç'është ky agjerim me lënë veten me torturu veten pa bukë, pa ujë. Do të kesh besim të madh tek Allahu xhaleshanu që ta bësh agjerimin për hatër të Zotit. E përveç dobive që ka trupore dhe fizike dhe shëndetësore, agjerimi që bëhet për hatër të Zotit që është e vërtetuar nga të gjithë. Përveç kësaj, ai ka edhe dobi shpirtërore shumë të mëdha. Përveç saj, ai ka shpërblime pafund, por duhet të jesh besimtar tek Allahu xhaleshanu që ta bësh këtë agjerim pra me shpirt e me zemër, me përkushtimin më të madh dhe të ngrihesh në gradë tek Zoti xhaleshanu. Dikush thot, e çfarë fitove nga agjerimi jot? Ne nuk presim që me fitu diçka tash ne ka, me arrit tash direkt. Pavarësisht se me adhurimet që bëjmë, me mirësinë që fitojmë nga adhurimet, Allahu të hap dyert e mirësisë këtë botë, janë të lidhura me njëra tjetrën, patjetër, zgjeron rrezikun edhe pasurinë. Ama shpërblimi më i madh, siç e tham neve, gëzimi më i madh, do të jetë ditën që do të dalim para Allahut xhaleshanu.